Miq të Shkëndija Channel, takohemi sërish pas një periudhe më të gjatë. Jemi përballë Tikveshit të Kavadarit në këtë takim që starton pikërisht në këto momente me shenjë të arbitrit kryesor Aleksandr Grujovski nga Kërshova, që do dajë drejtësinë bashkë me Zoran Jankulovskin dhe Davor Cvetanovski. Webster, i top, goditja e Tambës nuk shkon si duhet të merr Cake, të shohim do provoj një top të kthyer në zonë Cake dhe më tej do godas shumë e lehtë goditja në duart e portierit Stefan Tasev. Dhe u japë mundësi miqve të dalin përpara. Ky top i gjatë që kontrollohet nga Cake për një moment. Dalin përpara, kjo goditje super pritje edhe një herë. Astrid Amzaj, duart tërhiqet për të 12-a minutë. Super Amzaj. Krasniqi, godet fort mbi travers. Teksa kjo përballë me Tikveshin në dy raste është shtyr. Latifi, kalon bukur Latifi, me më shumë lojtarë u afrohemi zonës. Latifi ky top në zonë, Tamba, super pritje. Tasev, pat problem, thash pak më herët skuadra e Tikveshit, një tentativë, por osa bukur Zenullaj këtë top e merr. Tamba i afrohet portës, Tamba godet, ky top e devijuar në këndore me shumë fat Tasev. Krasniqi, bukur për Websterin, e bukur lëvizja. Edhe një herë Krasniqi kalon dhe super pritje Tasevit. Ka patur lojë me dorë, thot Krasniqi. Krasniqi, a jeti dhe nuk shkon ky top në rrjet. Rekord i ndeshjeve zhvilluar nga skuadra e Shkëndijës në këtë sezon të shumë. Këtë top, dalja e Amzajt e saktë dhe një përplasje, rivënje me duar, kërk në krah. Webster, edhe më tej ai, do ketë goditje fort dhe super pritje e Tasevit. Al Hasan, goditje fort, çfarë goli! Çfarë goli! E 24-ta minutë. Super! Ibrahim Adamu Al Hasan, spektakolare goditja. E frikshme mënyra se si kanë poshtur futbollistin, portierin kundërshtar, duhet të shohim edhe një herë, por një perl e vërtet në momentet kur emocionet sikur ishin të qetësuara, në momentet kur e kanë thënë që portieri kundërshtar ishte vërtet i shkëlqyeshëm në port. Mbyllet në këto momente pjesa e parë e ndeshjes 1-8 së finalit kupës së Maqedonisë së Veriut. Shkëndija Tikveshi 1-0 me atë gol të Ibrahim Al Hasanit në minutën e 44. Avansojmë dhe shkojmë në pauzë. Më pas rikthehemi me transmetimin e pjesës së dytë. Çfarë pritje tani nga Amzaj. Provojnë të përgjigjen futbollistët e skuadrës Mysafire. Lajmi i keq për tanët, urojmë mos jetë serioze dhe ndoshta edhe nuk është dashur kaq shumë të shtypim me kapitenin. Ka larguar këtë top sikur të jetë me duart lidhur, teksa me tre lojtarë dalin përpara me këmbë të shpejtë. Aliridon Latifi ka në krah Sebastian Spahiun, i afrohet portës, asisi në anën tjetër, e ndan një moment Tamba. Do të ishte një super gol. Do provoj goditje që e ndan në duar pa problem. Amzaj përpara miqt, top në krah te numri 8 Tasev në zonë, goditje që pa problem kontrollohet nga Amzaj. Miq në sulm, do ketë tentativ, është bllokuar ky top dhe këndore. Top tani në zonë, kjo goditje që kontrollohet nga Latifi, kërkon Tambën në rivënje nga këndi pas një periudhe të gjatë e para në pjesën e dytë komplet. Sikur u duk që aty humbëm titullin, por në fund rezultuan edhe pikët e Borreci. Sa keq kemi humbur këtë top dhe Amzaj super intervenim. Përmirësona Qelshojt Trumpçi, teksa Tamba na nxjerr përpara. Edhe një herë Trumpçi. Ka Ibrahimi. Godet fort mbi travers. Mendohet që Shkëndija të ketë një impiant, teksa kemi super top nga Krasniqi. Minuta 85, Tamba e afrohet portës, edhe më tej ka Besart Ibrahimi. Çfarë mundësi! Bukur këto për Mazarin.
Mundësi për Struganin, i afrohet zonës, Mazari godet dhe 2-0. E para prekje ndoshta për të, e mbyll ndeshjen Adem Mazari, dorë turkitit për të. Shkëndia kualifikohet praktikisht në çerek finale. Sa ka patur nevojë për këtë gol Adem Mazari. Pik fitore për të pritur edhe pranverën në Conference League. Stojkovski, ky top në zonë, Belica i shkëlqyeshëm. Çaka tani. Sekondat e fundit të ndeshjes, mbyllet tu thot Grujovski, Shkëndia kalon në çerek finalet të Kupës së Maqedonisë, 2-0 kemi fituar përballë Tikveshit. Super goli Ibrahim Al Hasan në minutën 44 dhe në të 90 minuta e parë kohës shtesë, Adem Mazari e mbyll llogarinë e kësaj ndeshje. Ju falenderoj të gjithëve që keni qëndruar me Shkëndija Channel, uroj të keni ngelur të kënaqur, takohemi bashkë në të tjera transmetime.